redaktori përgjithshëm i MCN TV, Endri Meksi është me mua në studio. Kënaqësi zoti Meksi. Kënaqësia ime se kolegu Xhevair Xhabina, Xhevi kënaqësi që ju kam studio dhe avokati Romeo Karaj, kënaqësi që ju kam studio. Kënaqësia ime. Xhevi, po e nis me ju, si ju e ndiqni spakun dhe e ndiqni me vëmendje, kemi qenë shpeshherë së bashku për të folur për këtë dosje, në çfarë janë hetimet? Po, proceduralisht janë në fazën fillestare, në hetimet, pasi e tillë konsiderohet gjendja aktuale e hetimeve, po për shkak edhe të zhvillimeve të fundit, thirrja e disa personave që nuk ishin thirrur deri tani, po them Kreshnik Ternova, i cili është antar i KPP, sigurisht që e ka futur në ujëra të tjera dosjen e Akshit. Arsyeja është në këndvështrimin tim një, sepse Akshi ka bërë bashkë, ose më saktë Akshi është bërë gropa e disa institucioneve shumë të rëndësishme të këtij shteti. Pse e them këtë? Sepse ka përfshirë KPP-n, Komisionin e Prokurimeve Publike, i cili është një institucion shumë i rëndësishëm dhe dyshohet që antarët të tij kanë qenë pjesë aktive e grupit të strukturuar kriminal të Akshit. Fillimisht është marrë në pyetje Kreshnik Ternova, por si rregull duhet thirren të gjithë antarët e KPP-s. Në dijenin time janë 4 antarë aktualisht së bashku me Ternovën, të cilën janë pjesë e këtij institucioni. Dhe këtë institucion e ka marrë me vete, po them. Akshi ka marrë me vete, ose më saktë grupi strukturuar kriminal i Akshit ka marrë me vete edhe ASHK-n, veprime të cilat ky institucioni ka kryer. Çfarë është ASHK-ja për ato qytetarë që na ndjen? Agjencia Shtetërore e Kadastrit ose hipoteka, e cila njihet nga qytetarët. Ne kemi parë përfitues të madh të disa pronave shumë të rëndësishme në Tiranë të Ergysa Gasit apo Ermal Beqirit, të cilët dyshohet që janë produkt i aktivitetit kriminal bazuar tek tendrat të cilat kanë marrë nga Akshi. Kemi parë ish drejtoreshën e ASHK-s, e cila është pyetur në prokurinë e posaçme pikërisht për mënyrën se si disa prona ose disa mijëra metra katror pyje kanë kaluar në pronësi të Ergysa Gasit, rreth 65.000 metra katror tokë ka kaluar në pronësi të tij dhe familjarëve të Ergysa Gasit. Akshi ka marrë me vete edhe Aksikun, ne kemi pasur mundësi ta diskutojmë këtu me zotin Meksi dhe zotin Kara, se si hiqeshin, po them, certifikatat e sigurisë kompanive të ndryshme në mënyrë që ato të skualifikoheshin nga Akshi, apo më pas i vendoseshin kompanive të cilët e fitonin këtë tender, dhe zakonisht këto tender e fitonin kompanitë e lidhura me Ermal Beqirin dhe njerëz të tij. Një ndër përfituesit kryesor të tenderave të Akshit është edhe bashkëtuesi i motrës së Ermal Beqirit, një person i cili për vite me radhë ka marrë rreth 45 milion euro tendera nga Akshi, dhe për këto arsye them që Akshi është një grop e madhe që ka bërë brenda ose ka futur në gropën e tij edhe institucione të tjera. Harrova edhe një institucion tjetër që është shumë i rëndësishëm. Pikërisht për prandaj doja që edhe policia e shtetit ka qenë pjesë e kësaj strukture. Ne kemi parë ish numrin 2 të policisë së Tiranës që kryente veprime aktive në favor të grupit të strukturuar të Akshit, kërcënonte njerëz në emër të këtij grupi. Zoti Meksi, u përmendën se shumë akronime faktikisht, Akshi, Aksiku, DSIK-ja, KPP, pra janë shumë akronime dhe për qytetarët që po na ndjekin në këto momente. Mund na e thjeshtosh, ju e njihni si dosje dhe e njihni dhe teknikisht, keni parë, keni lexuar, çfarë ka ndodhur realisht? Domethënë, si lidhet Komisioni i Prokurimeve tani me Akshin në këtë mes? Si lidhen me njëri tjetrin? Komisioni i Prokurimeve lidhet me çdo tjetër autoritet kontraktor, kështu që nuk është se ka një lidhje speciale me Akshin. Te strukturat që përmendi Xhevi që lidhen në formë pak a shumë speciale me Akshin janë kadastra për shkak të përfshirjes së të njëjtëve persona nga këmbvështrimi informatik në sisteme, dhe për shkak të përfshirjes zotit Agasi, i cili mendoj ai që e lidh me zonjën Bici këtë aferë, pra lidh 2 personat e 2 institucioneve. Janë përmendur aty dhe emra të tjerë, siç është zoti Bixha e tjerë me radhë që janë njohur përbashkëta, pra nuk është shumë nga institucioni sa është nga personat e përfshirë rasti kadastrës. Aksiku ishtë DSIK-ja rrjedh, mendoj edhe për njohjeve me zotin Altiniani, drejtori i Aksikut aktual akoma në detyrë, që duhet ishte në time. Ky institucion lëshon certifikatat e sigurisë për shoqëritë, bizneset, si dhe për personat, për të
qartësuar momentet në cilat ta persona apo shoqëria mund të ketë akses në informacion klasifikuar. Dhe ka përdorur këtë tagër, të drejtën për të lëshuar të certifikata, si mekanizëm skualifikimi. Pra, këtu hyn direkt me akshin në lojë. Me qenë se u vështirësua lufta për tendrat e akshit dhe hapat që deri më atë ditë kishin krijuar këta titullarët bashkë me palën interesuar, pra përfshitu zonjën Kacanaj, zonjën Shima, zonjën Deribashi, në momente ndryshme mes tyre, dhe firmat e interesuarit në rast kryesori ishte zoti Beqiri, por është tërë grupimi që ai kishte bërë me vete, pra shoqëria Horizon, shoqëria Communication Progress, shoqëria Fastech, është dediku Infosofti, përfshirja një tuf partner rreth tij, cilët kanë hyrë në format joint venture dhe kanë përfituar qartasi nga njohja dhe miqësia me Ermal Beqirin. Duhet t'i lëm kohë spakut të sqaroj rolin dhe sasinë e përfshirjes së secilit për tyre, sepse mund të jenë dhe le të themi kështu tangencial në përfshirje, pra thjesht kanë përfituar po pa pas në rol aktiv, por në çdo rast janë bashkë në formën e grupimit. Është Albaskani, janë një grup firmash, firma AS e zonjës Schröder, që janë gjithë përfshirë në të lojë. Të gjitha të shoqëri, në momentin që gara nuk ndahet dot thjesht me mekanizmat klasik të mënyrës se si ndikohet në një tender, pra vështirësimi i kushteve, kritereve, përvoja ngjashme, xhiro, stafi kualifikuar, dhe kjo përkon me faktin që kundra këtyre doli kompania ABS, e cila ishte deri më përpara atij momenti, pra deri në 2023 kompania kryesore në vëllimin e tendrave pranë akshit, dhe në këtë sens, duke qenë e tilla, ajo kishte gjithë ato kriteret plotësuara, atëherë u detyruan të komplikonin lojën. Komplikimi i parë është përfshirja e DSIK-s, sot quhet AKSIK, që lëshonte të certifikatat. Po certifikatat pak a shumë i kishin të tërë këto kompanira në forma ndryshme, për shkak se ishin kontraktor me akshin. Atëherë hajde bëjmë kundërtën, ja heqim atij që s'na pëlqen. Dhe këtë gjë kam bërë në 2025-ën. Dhe po ja hoqet certifikatën, nuk merr dot tenderin. Është një rast që unë e kam dhe me letra dhe po më thonë se po e ndjekim me kujdes për të kuptuar gjithë skenarin qartë, për të tatuar më detaje në formën dhe një kronike. Në prill-maj 2025-s, një nga ato shoqërive që ishte partnere me shoqërinë ABS zotit Meçe, ju njoftua heqja e certifikatës pas një motiv. Dakor? Ndërkohë që kjo shoqëria ishte shpath fituese bashkë me shoqërinë ABS zotit Meçe në një procedurë të akshi. Dhe duke qenë që njoftimi i shkoi dhe akshit pak përpara nga aksiku, pra imagjino ke aksikun, ke akshin, ke një palë konkurruese, dy palë konkurruese le të themi. Kjo shoqëria ka fituar, ka dërguar dhe sigurimin e kontratës për të nënshkruar kontratën, ka 15 ditë që pret firmoset kontrata, dhe aksik ndërhyn në proces, i çon një shkres akshit ku i bën azhornimin e listës së shoqërive të kualifikuara me certifikatën CSI, e cila nuk ishte kriteri kërkuar në tender, por akshi logjikon që e pam listën e shoqërive të certifikuara me të lloj certifikate, CSI-n, aty nuk figuron kjo kompania që quhet Synapse, pra nuk është pjesë e këtyre, pra ja keni hequr. Nuk njoftohet për heqjen, njoftohet me listën e azhurnuar. Kanë tentuar të jenë finok dediku, le të themi kështu, dhe atë moment e prish procedurën, e anullon, duke thënë që ne nuk mund të vijojmë me nënshkrimin e kontratës, dakor, sepse ka rënë kushtet, i cili kusht nuk ishte. Këtu akshi hyn në arsyetim më të thella, duke arsyetuar që përdisa nuk ke CSI-n, i bie nuk ke as ndonjë prej CSP-ve, CSP-ve janë të stafit, dakor? Kështu që pa pyetur shoqërinë, pa marrë informacion e shtesë, gjykon që shoqëria le të themi është degraduar në farë forme në kapacitetet e saj, cili lloj nuk garantohet më ndjekja në formë të rregullt e procedurës. Pra ishte po njëta shoqëri që kishte fituar tendera më herët. Edhe më herët, për atë moment, ishte tenderi fituar, pritet nënshkruaj kontrata, kishin kaluar fazën e kualifikimit. Dakor? Pra, mënyra në cilën ta ndërhynin në procedura ishte e qepur, le të themi, e kujdesur shumë në detaje, dhe e pamëshirshme, sepse nëse u dështonte për çdo lloj rrethane procesi klasik, to shpiknin një metodë tjetër. Në këtë rast, akshi e prishi procedurën, por në fakt për të qenë korrekt, KPP-ja ja riktheu kësaj firme. Pra KPP-ja i qëndroi ankimimit që shoqëria e Geron Meçes dhe shoqëria Synapse bën, duke i dhënë të drejtë në fund korrikut 2025. Se nuk kemi thënë gjëkundi që KPP-ja ka qenë detyrimisht palë tërkohës në çdo proces. Dhe jam përpjekur ta shpjegoj disa herë që është histori shumë komplekse dhe do parë rast më rast. E kuptoj. Dhe do mendoj prandaj dhe Xhevi e tha në fillim që është në fazat fillestare të timit, sepse realisht ka përfshirë shumë palë. Si asnjëherë më parë janë përfshirë shumë institucionet në një lojë. Siç është rasti i policisë shtetit,
ku mënyra si është përdorur detoria e krimit kibernetik, në bazë infove që kam unë dhe që po përpiqem t'i plotësoj me detaje, zonja Gjana është përdorur si... Cila është zonja Gjana për ato që po na ndjekin? Elvina Gjana, detoresha e kësaj, që është dhe ajo të dosja e akshit qendërjetor. Është përdorur duke shfrytzuar rolin e saj për të goditur dhe pranë kepit palë të treta për interes zotit Agasi, në tregun të rast basteve. Pra, është kjo që po thoshte Xhevi pak herë, një grop që ka thithur shumë institucione të ndryshme. Tentakula kudo, e themi. Por është rritur edhe një antar i KPP-s, në SPAK, Krishnik Tërnova. Si sheh këto raste? Do të thonë se do doja ndaleshin te KPP-ja dhe pastaj te një lloj hetimi financiar. S'pare unë mendoj që është një çështje realisht e sigurisë kombëtare. Pra, ne sa më shumë u lumtojmë, edhe e trajtojmë. Dhe kur flasim këtu në studio, unë gjithmonë reflektoj, edhe duke dëgjuar, duke folur vetë, pra arritjet reflektimi. Nëse për çështje që janë dhe emocionale, si që është rasti i Vlorës, u reagua direkt dhe sot SPAK-u ka reaguar për 24 orë, janë hequr 2 licenca të kompanive sigurimit e tjerë. Qeveria reagoi, për çështjen e SPAK-ut që nuk prek mënyrë emocionale, po që në mënyrën e sigurisë dhe të sigurisë juridike po flas, prek të gjithë themelet e shtetit, duhet besoj që të kishim hetime zgjeruar. Nuk e di sa kapacitet ka SPAK-u të ndjekim atë shpejtësi që duhet, por unë mendoj që është i kamban shumë e fortë. Pra kemi një grup kriminal që vepron qartë si mbas mundësisë, pushtet plus informacion, të çojnë të sigurt tek paraja, pastaj. Se qëllimi ka qenë paraja, por unë shoh një koordinim me vetdije të pushtetit të ligjshëm dhe paligjshëm, të pushtetit de facto, mbas edhe de jure deri diku, plus përdorimit apo keq përdorimit të informacionit. Një nga rastet ka qenë kur një nga detoreshat e kompanisë, për shembull Forensic Club, te Malbeqirit, Shabani mbi emrin, është paraqitur për Ministrisë Financave si detoresha e akshit, për pasur akses në lidhje me koncesionin e PKI-s, ku janë çelësat e kriptimit të infrastrukturës të rësit e Albanës. Për ta marrë një rast. Pra këta persona kanë pas akses. Dihet që kush janë, pe kemi pranuar si kur janë tonët. Po bëjnë një analogji, ata rojet që ishin aty brenda, thonë që s'janë, po ata ishin pranuar atje me vetdije, domethënë. Me pushtet jo zyrtar. Pra, zonja në fjalë është hequr si drejtoreshe e akshit, është paraqitur si drejtoreshe e akshit. Unë nga media kam marrë, nuk e kam nxjerrë kështu. Unë mendoj që nëse do të hynë thellë edhe mënyrën se si janë bërë të tërsimet e pronave, sidomos të tokave, pas edhe të banesa, po pjesën e tokave, të pronave patunshme, kemi një lidhje pa diskutueshme dhe jo rastisht unë kam përmendur përpara se të marri këtë formë, kjo bisedë, në lidhje me 2 subjektet kryesore, të akshit dhe të kadastrës, apo ASHK-s, të cilët për 1 vit e gjysmë nuk kanë lejuar qasjen ligjore të kontrollit shtetit, kontrollit lartë shtetit. Dhe për këtë besoj në të ardhmen do të kemi edhe reagimet ligjore qoftë nga parlamenti, se ata do raportojnë parlament, dhe aty i kanë detyrën të raportojnë, dhe parlamenti pasaj të hetojë më të bile duhet kemi, tani duhet ishe ngritur gjanëm, një komision hetimor parlamentar për çfarë ka ndodhur në aksh. Se ndikimet janë në gjithë strukturën e shtetit. Ne prokurimit i kemi elektronike, këta kanë qasën për sisteme. A ka mundësi që këta të kenë manipuluar sistemet? Unë besoj se po. Kam dëgjuar që janë manipuluar më përpara, vitet 2007, 2008, 2009 e tjerë. Por mënyrën se si është bërë tani, besoj se po. Ajo që tha Endri, ne që njohim prokurimet, e dim sa jo vetëm e ullët, po sa brutale është që mbasi e shef renditjen, ky është renditur i pari për shumë, kompania në fjalë që u fol, dhe ti ndryshon atë rregullat e lojës pikërisht duke parë renditjen. Të tendencë ne kemi edhe në vende të tjera në shtet, ku ta ndryshojnë
qeveritarët tanë, si pas hallit tyre, mundohen të ndryshojnë edhe procedurat ligjore. Pra, ka dali e para kompania renditje, nuk e ka bërë direkt, duke mos e pasur fare të dokument standard. Dhe aty detyruar KPP-ja ka parë, dhe më thonë, shumë flagrante, që ta pranonte këtë lloj loje, ka nxjerrë një botim DSIK apo ASIK-u, edhe thotë, ku parashikon kush janë kompanitë që janë të besueshme sipas saj. Dhe në krahun tjetër, Akshi ka reaguar, thotë, duke me që këto janë të dhëna zyrtare dhe janë publikuara, të njohura botërisht, unë mendoj që më preket siguria edhe anullon gjithë tenderin. Pra, duke mos shkuar aty ku ka dashur, ka anulluar tenderin. Dhe KPP-ja ka detyruar të reagojë. Rregullat e lojës nuk ndryshojnë përmes të rrugës. Për ta plotësuar pak me informacion, Aksiku, pra DSIK-ja nuk e ka lënë me kaq, le të themi, thonjza rolin e saj, por në Korik 2 muaj më vonë, ka vijuar me heqjen dhe certifikatave të tjera të stafit. Pra pas heqjes së shoqërisë dhe stafi dhe shoqëria u ankua duke thënë që nuk qe kriter kualifikues apo kualifikues. Vijuan dhe hoqën dhe 5 certifikatat e stafit pas një motiv. Pra është certifikat individuale. Nuk ka asnjë lloj arsye të hiqen 5 vetave në një moment, se nuk kanë asgjë përbashkët normalisht. Që ka të sigurie. Ka motivacion pse ja ka hequr certifikatën Sebastianit apo dikujt tjetër? Thjesht i njofton që ju kam hequr. Thot ankoni keni 15 ditë kohë po deshet. Kaq brutale. Pra shikon Sebi, këtu tani duhet ribër DSIK-ja, Akshi, ASHK-ja, pra është një moment, unë e quaj krizë të rëndë institucionale, rënje e sigurisë juridike, se nëse shkoj më tej më jo vetëm me insinuata, po ka këta persona mund t'i kemë përdorur për shantazhet të dhëna dhe mund të kemi edhe një pjesë asaj që ne dim nga Homeland Security të ketë dalë për këtyre ose janë keq përdorur për këtyre tjerë. Ne duhet të ringrem këto institucione të cilat janë bazë për të ngritur gjithë shtetin. Pra, ku e kemi ne tani certifikimin e sigurisë? Kur vetë organi që ka certifikimin e sigurisë është i pasigurt, ka dalë nga shinat e ligjit. Duhet të ketë edhe një lloj, përveç analizës së rrezikut, një lloj matrice se si ti i certifikon të tjerët. Kush e përcakton këtë? Si përcaktohet kjo? Do i rikthehemi kësaj teme se do doja të rrinim te Akshi. Jo, po aty ke Akshi jemi. Po. Dhe kemi një tender tjetër. Ne jemi përballur kohët e fundit, pra në këtë vorbull, pra kemi atë që themi në lidhja Akshi me pjesën e KPP-s. 9 ditë përpara se të mbaronte mandati i Unajt në Zyrit, zotëria është marrë një material në basën spaka, një goditje diku poshtë brezit apo sipër brezit, unë nuk e paragjykoj atë, por ai është pezulluar pikërisht 9 ditë përpara se të mbaronte mandati. Dhe ka qenë një tender. Dhe çfarë do të thotë? Unajt në Zyrit është i shkreu KPP-s, mos gabohet. Ka qenë një ka persona që e lidhin këtë me tendrin e DVP të dyshit. Pra, të linjave toksore të televizionit shqiptar. Është i tender, i cili ka qenë në shkelet plot kur është zhvilluar më përpara. Autorizimi prodhuesit nga pjesëmarrësit dhe fituesin tender ka qenë nga Kina, ka qenë falso. Mua personalisht më ka ndodhur disa herë, se po të verifikosh to, nuk e di pse kam bërë aq trash, është ribër tendri para një muaji e ca, dhe pikërisht përpara pak ditësh kemi pushimin e çështjes ndaj këtij personi që u anatemua për këtë procedurë, u anatemua edhe nga media. Tani si është e vërteta? Për këtë tender ka qenë votimi në kohën që ky ishte atje, ka qenë votimi 3-2. Largimi i këtij ka friksuar gjithë tjerë, pasi kanë votuar 4-0. Pra dhe ai që ishte, që ngeli, mund të ishte 3-1, se 4 kanë ngelur ata atje. Ai nuk e ka mbajtur më qendrimin e tij, por ka ndryshuar. Pra pse pikërisht ndodhi ky ndryshim votim, ndërkohë që ky person largohet me këtë formë. Dhe me sa dihet me Zyri ka qenë kundra, siç mund të jem unë tani. Me që kemi këto problematika, unë nuk votoj që të kaloj
ky tender, pavarësisht që ka qenë në minorancë. Dhe ju po thoni që i quan një dosje për ta hequr nga komisioni? Po këtu, kjo lojë tani nuk ka më skrupull. Në këtë shok, kjo lojë ka shantazh ordinare, ka shantazhe familjare, ka shantazhe të tilla, serviri një informacion. Tani, kur shkon informacioni, po ne kemi raste të tjera, ka shku informacioni me Nesi dhe me Nastën. Edhe kanë filluar procedurën. Po, aty mund të kenë gjetur, këtu s'kanë gjetur. Por ai person është mbajtur peng me të pezullim. Edhe unë kam, jo për gjykuar që ka diçka, se nuk pezullin njëri kot. Pra në pezullimi përdoret shumë rrallë për këto figura. Pra këtu ka dyshime, mbase ka argumenta për te dyshimit arsyeshëm, pra ka dyshime që mbështeten fort, që 90% ky person nesër do dalë fajtor dhe do justifikohet ky pezullim. Është rasti rrallë që tani Spaku kërkon pushimin dhe është gjë kohoja që po thotë si duke do të mbrojë dhe Spakun, shiko dhe herë. Çka ka ndodhur? Po çfarë është kjo DVB të dyshi për ta kuptuar se teknikisht se ju platforma e sinjalit toksor që ne të gjithë përdorim për të marrë sinjalet nga RTS-ja. Okej, kjo është DVB të dyshi, okej. DVB të dyshi është emri i protokollit komunikimit. Pra, mendoj që toksori. Unë që ta mbaroj të jap fjalinë e fundit, duhet parë mirë si është servirur kjo procedurë nga relatori, si kanë qenë votimet e para edhe votimet e dyta pas tij dhe si janë arsyetuar. Gjevi, por njëri prej anëtarëve të KPP-s është ku pyet për rreth 2 orë, Kreshnik Tërnova. Shet në një lidhje me këtë që po thot pse 2 orë pyetje në SPAK, KPP-ja, nga burimet që kemi, zoti Tërnova është pyetur në lidhje me aferën e Akshit. Domethënë unë nuk kam informacion që ai të jetë pyetur për këtë tenderin tjetër, megjithatë veprimet e KPP-s, sepse ne kemi parë që hetimet të tjera të SPAK-ut kanë nisur për diçka dhe kanë përfunduar më pas për një aferë akoma më të madhe. Mund të jemi dhe përpara kësaj situate dhe sigurisht që do ishte mirë nëse të gjitha, po them, procedurat tenderuese ku ka dyshime që mund të jetë shkelur ligjit të hetoheshin nga prokuria e posaçme, por në informacionin tim Tërnova është pyetur në lidhje me aferën e Akshit dhe njohjet e tij të dyshuara me, po them, një ndër drejtuesit kryesor të këtij grupi të strukturuar kriminal, që është biznesmeni Ermal Beqira, pasi dyshohet që ai është Kreshnik Tërnova dhe Ermal Beqira janë njohje të njëri tjetrit. Dhe SPAK-u i ka të fokusuara, po them, dyshimet e tij në lidhje me atë që ka bërë KPP-ja në këtë histori dhe besoj që po them, në një farë mënyre fundosja i ka ardhur nga marrja penge e biznesmenit Geron Meça. Ka dhe një përnotësim të vetë Geron Meçës në dëshmi që ka dalë në media, që ai e përmend pikërisht lidhjen edhe momentin e parës bashkë me Ermal Beqirin të personit fjalë nga KPP-ja tek markata e peshkut. Pra, kur kemi të tilla prononcime, dëshmi të tilla apo deklarime të tilla, është detyruar organi i akuzës paktën të bëjë ballafaqimin e fakteve dhe nesër mund t'i kemi edhe përballë njëri tjetër ose me personin që i ka parë. Pra, nuk ka thjesht një dyshim, ka thënie direkte, pra ka takime direkte nga personi që është marrë peng, që ka qenë një nga personat që ka krijuar problematika në lidhje me procedurat e prokurimit, që ka fituar dhe kanë shmangur, ka pas fituar dikur, po tani kanë shmangur nga loja, i cili e njeh mirë lojën aty, i njeh personat dhe këtë ambient të këtij biznesi, siç e njohin gjithë bizneset e njohin ambientin e tyre, ku ato operojnë, dhe besoj që ka pasur fakte zotëria, domethënë nuk ka qenë kaq e thjeshtë për treguar që edhe lidhjen e tyre një, po dhe të gjithë anomalinë, domethënë gati kriminale, të ndihmimit të palës tjetër, të cilat e detyruan këtë person që në mënyrë palishme, domethënë në shantazh, të tërhiqte ankimimet e tij. Pra nga mënyra se si ai i njeh sistemin, ka operuar dhe kanë thënë përfundim. Që për mua është ky se këtë kemi parë dhe me këtë persona këtu. Gjevi, për të ndalë... Që ta mbaroj, se këtu fillon, po them, problemi me KPP në këtë histori, tek tërheqja e Geron Meçës nga ankimimet e tij. Por, në mos gaboj një ditë pas që ai, po them, u mor peng, ai ka bërë një kërkesë tjetër tek KPP-ja, ku i ka kërkuar që
mos merë në konsiderata tërheqja nga ankimimet që ai ka bërë, sepse adresa e tij i Albanias ishte hakeruar. Por kjo nuk i ka bërë përshtypje KPP-s, sigurisht është mjaftuar vetëm duke deleguar, po them, duke deleguar tek prokuria e Tiranës që të kryeshin hetime, por nuk është marrë në konsiderat dhe që mund të ketë ndodhur, ose mund të ketë ndodhur një gjë akoma më e madhe se sa hakerimi i Albanias, nuk është marrë në konsiderat, por ka vazhduar më pas dhe ka... Kur pam intervistën e ish shefes Akshit Merlina Karçanaj, duket sikur në thonjza po themi ai the fajin së vendsit, Daniel Shimës, nuk e përmend e zonjën Hava Delibashi. Si e ndoqët, si e shihni ata argument që përdori? Lehtëson pozitat juridike, ka ndodhur? Zero, s'lehtëson asgjë. Nuk ndron asgjë, jo. Është thjesht një tentativ PR-i e dobët e cekët. Është dash të flasi diçka me logjikën, ndoshta të thy pak heshtjen, të krijoj një profil ndryshe, se disa e quajnë që ja ka dalë me atë intervistë, por nuk ka asnjë vlerë juridike. Domethënë zero. E kuptoj. Ka folur një biznesmen tjetër, Ores Sota. Ka folur për një rast faktikisht dhe thotë se Ergyes Agasi ka arritur të përvetsoj prona të Ecos Resort përmes ndërhyrjeve në kadastër, ASHK-ja, që përmende pak më herët, dhe nuk kemi thot asnjë kontratë shitblerjeje. Po kjo është vetëm një pjesë e dëshmisë së Ores Sotës tek historia, tek se çfarë ka ndodhur me pronat tek Ecos Resort dhe nuk nga sa ka dalë dhe nuk kuptohet qartë se cili ka qenë, po them, roli i Ores Sotës në gjithë këtë histori, por fakti është që ajo prona aty është përdorur më pas për të, po them, për të marrë ato 65.000 metrat katror tokë të cilat unë i përmenda pak më parë nga Ergyes Agasi, duke pasur edhe ndihmën e ASHK-s. Çfarë bëj? Bëj që në një sipërfaqe pyjore prej, po them, 26.000 metra shkatror, apo 8.000 metra shkatror, apo 5.000 metra shkatror, vendosej të ndërtoj një ndërtesë që ishte diku tek 200 metra katror ndërtim dhe më pas privatizoje gjithë sipërfaqja prej 26.000 metra shkatror. Dhe kjo nuk mund bëj pa ndihmën e kadastrës, e cila në atë kohë drejtohej nga Dallandyshe Bici, e cila ka dhënë dëshminë e saj në SPAK, por sigurisht që neve nga ato dokumenta që kemi lexuar deri tani nuk kemi pasur të mundur që të lexojmë dhe të shohim se cili ka qenë konkretisht roli i kadastrës dhe a ka shkelje të ligjit në këtë histori nga ASHK-ja, sepse që, po them, gjithë skema privatizimit ose marrja në pronësi e sipërfaqeve të tilla pyjore nuk mund të kryej pa ndihmën e kadastrës dhe pa u shkelur ligji, sepse pa mundur që ti të përvetësosh sipërfaqe të tilla toke, pa shkelur ligjin diku dhe pa pasur akses të rëndësishëm në kadastër. Zoti Meksi, kanë italianë një shprehje që thonë tutte le vie te portano a Roma, pra të gjitha rrugët të çojnë në Romë. Ta plotësojmë të ndërpres, ta plotësojmë të punën e kësaj se ky kemi rastin që te Ecos Resort i përkiste Llajbeut, sipas shkrimit medias, dhe në fakt Ergyes Agasi ka pas vetëm një zyrë atje, është ndihmuar të ketë një zyrë. Është ndërtuar nga Ores Sota dhe i ati ti, Lefter Sota, gjithë kryesor, dhe fund fare nuk e ka kuptuar edhe Sota se si të gjithë kjo pronë ka kaluar në emër të Ergyes Agasi. Për këtu nuk është ka që thjeshtë. Dhe një lidhje vazhdojnë. Edhe pikërisht, thot shkrimi, është ky grup që janë marrë dhe me pastrim parash, që ju mbin pronat pa pritur pa kujtuar, mendohet që në këto zyra ka qenë ato verët e shtrenjta, që kanë përdorur dhe grupe paramilitare shantazhi dhe për të hequr lirinë e tjerëve, për të arritur qëllimin e tyre, i cili ka pasur akses edhe jo vetëm tek Akshit, por edhe ka ASHK-ja. Të që thotë Xhebi. Pra si ka dalë preardhja, kur kalohet, bëhet kalimi, si është bërë kalimi?
pagesat. Është falur, s'është falur, si justifikohen këto. Pra këtu ASHK nuk ka reaguar, po qoftë edhe noterët. Pra, qarku vjen e zgjerohet. Unë prandaj mendoj që është prekur siguria juridike kryq e tërthor të moment. Më falni se u ndërpreva. Jo, për ta përsëritur edhe një qytetar. Pra po thoni kishte thjesht një zyrë aty? Ishte lënë një zyrë si në mënyrë misie, domethënë. Kështu lehet kuptohet nga media, por pa pritur pa kujtuar, ky që kishte një zyrë atje, si parëndësishëm, pas janë bërë ndërtimet, është ndërtuar kompleksi, kanë marrë vesh nga Allajbeu, por e sota që i gjithë prona ka kaluar në Allajbeu kush është? Klodian Allajbeu. I rezortit më parë. Pronari që ka porositur rezortit. Momentin që ndërtohet rezorti, ky e ka njoftuar rezortin që janë kaluar në emër të Ergys Agazit, pronësia. Po tani kemi edhe raste të tjera, që del një shofer këtu, del një punonjës atje. Kuptohet tani, ne shqiptarët, një shofer shqiptar, por një nënpunëse thjesht, një administrator thjesht, thotë, nuk e di se si e bleva këtë shtëpin apo këtë vilën, se kush mi dha parat, se të kush noter isha, s'kam qenë një ka shtëpi, por ne gëzëm kur blemi pashpusëm. Unë jam gati të them kur i kam bledhe robat, në qarë muaj, në qarë vëndi. Ta nuk e din se si blikan shtëpia, do më thënë. Bëjnë dhe rolin e budallajit, po jo më. O je i përgjeshëm, edhe mash përgjësi, por rol të luash rolin si pa përgjeshëm, këtu. Pra këtu ka dhe gallace, kjo është tani. Këta e pranojnë se kanë vënë dhe firmë, kanë qenë në shërbim të tyre pa kushte, bëj për ty zhëgje shef, kështu ndodh në shtet, kur firmosin këta dyrbyllet e tendrave, apo purat e palishëm, kështu ndodh ka ke privati. Pra, këtu duhet gërmuar. Edhe noteri që thot nuk e di, a ke qenë kë noteri, po sigur s'ka qenë fare. Kë noteri s'pyet për origjinë e pronës. Kanë ca piketa ato, ca lampa që ndizen. Edhe pastrimi parave i ka jo vetëm tek sistemi bankar, jo vetëm këta timet, po i ka dhe ke noterët që kanë detyrime. Që unë mendoj që duhet thelluar, nuk është hetuar çështja. Si e shpjegon zoti Meksi, tentakula që shpërndahen gjithandej dhe të çojnë tek Akshi, nga Akshi shpërndahen këto linja, ishin biznesmen shumë taft, institucioni ka një rëndësi kaq të madhe, çfarë ka ndodhur? Te Akshi ka gjetur mënyrën për të futur Ergys Agasi, ose ka pas strategjiku, di unë çfarë të them. Kam aluduar dhe më parë që mendoj që ka përfshirë Elmar Beqiri vetë, nuk është se njiheshin në karrierë më parshme, se i është dukur si pikë nevralgjike, pikë kyçe e logjikës tyre manipuluese. Që një person që ka gjithë dosje në SPAK, si mundet të shkojë dhe të vazhdojë të bëjë pronat e tjerëve të vetas, ku do i gëzonte të pronat, në çfarë skenari në botë do i merrte. Në cilën fantazi erotike do thoja të zotit Agasi, ai ka imagjinuar që këtë pronën e ekosizor do ta gëzoj sepse arritin sistem me ndru dhënat apo se gjeti një noter të çmendur. Nuk e gjet dot, nuk e di dot. Nuk arrit ta kuptoj dot. Ky zoti Allajbeu nuk do fliste kur, do shantazhoj, do vrite, çfarë do i bënin tjerë? Do ta blenin se nëse ai prona ka një vlerë caktuar do paguash. Maksimumi mund të bëhet një skonto. Siç ndodh në çdo pazar zakonshëm. Ose mi e diçka tjetër, por çfarë ishte në të rast këmbimi? Zhvatja, mes Tiranës, një rezort që ka qindra njerëz që vizitojnë çdo ditë. Si do ndodhte kjo gjëja? Këto janë ca të çmendur. Ca të çmendur që kanë ecur me logjikën e komplikimit çdo ditë të skenareve për ata që do t'i zgjidhnin, të rast Paku dhe shtetin tërësi. Pra zonja Bici ka rrëfyer vetë kur ka qenë para 2 muajsh aty që i ka bërë këto gjëra. Si bëri ajo? E besojnë në fjalë zotin Agasi, i tha që unë kam fol diku dhe u kry. Si ishte kjo gjëja? Ta janë ca të çmendur që nuk kanë asnjë lidhje me logjikën e, siç thoshte drejtori ynë dje në mbrëmje, me logjikën e administratës profesionale shtetërore, zero. Nuk kanë asnjë respekt për çfarë përfaqësojnë, shtetin, dhe kanë lozur një lojë bixhozi, është një lojë bixhozi me filt. Marrim qafë gjithë dynjan edhe shpresojmë që të ndalojnë sepse është aq lëmsh sa do duhet dhe kohë për ta zbardhur. Jemi te viti i 2 të gjysëm dhe pa asnjë gabim xhevi tha fillestare, se kaq e madhe është, kaq shumë punë ka. Edhe ne që po mbulojmë për një periudhë kohore caktuar, unë e di vetë sa e lodhshme është që çdo ditë ti rikthehesh duke parë letrat me kujdes, të bësh një rend kronologjik të akteve për të kuptuar kur ka ndërhyr, pse ka ndërhyr X institucion. Shpresa jonë mendoj unë e tërve është që SPAK mos lodhet në sensin edhe të nervave me këtë histori dhe të avancojë sa më shumë
nuk kërkon njëri që të zbarët në çdo detaj. Ka që ka një lloj skrupulozitetit e spaku. Totalisht, Rast pas rasti, moment pas momenti. E kam thënë dhe më parë, mua më ka pëlqyer shumë puna e tyre dhe pikë. Edhe duhet vazhdoj, sepse këta zotërinjt nuk u mjaftuan për të kapur tenderat e Akshit, që është një institucion. Ne kemi akuzuar ndër vite mediat në tërësi, jo ne, në sensin net 4 tu, po në tërësi shtypi, akuzon ndër vite ka akuzuar gjithmonë persona ndryshëm për kapjen e një dikujt apo 2 persona, 3 persona në institucion. Kapja në kupton favorizimin, pra një misi, apo një pazar, apo një njohje, dhe kjo përkthehet në një dashamirësi dhe themi në procedurë. Deri tu, realisht, do ishte kot bënim skrupi shumë për të bërë virgjërit e të themi pse ndodhin të gjëra. Kjo është Shqipëria, e dim kudo që shkohet, që nga mjeku të polici, kudo, kërkohet një misi, një njohje. Këtu flasim për tjetër situatë, është e re, e pa precedent dhe në Shqipërinë e postkomunizmit nga 90-ta deri sot 2026. Ta kanë shtrirë tentakulat e tyre në formë transversale në të shtetin, kanë bërë pjesë çdo institucion. Dhe leximi që kanë bërë këto 2 muaj ka qenë që këte kanë bërë me dashje për të vështirësuar, pra çdo hap i ri në puzzle-in e tyre ishte për të bërë të pathyeshme pjesën që kishin krijuar më parë. Kjo është dashja, mendon? Totalisht dashje. Asgjë naive këtu. I duhet policia për të kërcënuar ca tjerë, përfshim krimin kibernetik. E kemi që e kemi, godasim tregun e bastave. Dalim kërcënimi totali sigurisë juridike. Në fund fare, historia pengmarrjes është ajo që e ka derdhur kupën, do gjykoja unë, dhe i ka qelluar dhe keq me një biznesmen që nuk është tërhequr, sepse ndoshta shumë të tjerë do ishin tërhequr më përpara, ose janë tërhequr, nuk e dim, dhe nuk do kishin vijuar me kaq zell këtë procedurë infinite ankimesh. Nuk është një kënaqësi se i bëj ta kuptosh edhe nga kërcimi një biznesmeni që në formë permanente modeli i biznesit të transformohet nga produktet e IT-s në dosje ligjore ankimimesh. Nuk është një strategji e një biznesi kjo. Pra një kompani kur hyn në treg nuk hyn me logjikën përjashtoj rastin e aluduar Zoti Beketi ndër vite që hyn me të skem. Po tjetër kompanitë shqiptare hyn për të nxjerrë 2 lek, nuk hyn që mbetemi procedurave. Dakor, dhe kjo historia 2 vjetëve të fundit tregon që tashmë lufta është postuar, është bërë shumë e egër dhe është bërë në një formë tillë. Lufta do të ishte mbi çmimin. Gara do të ishte mbi kush e jep më lirë. Që është logjika dhe e garës, logjika në cilën i garanton shtetit përfitojë. Gara është bërë tani kush e mban më lart, duke garantuar kushtet që asnjë mos kualifikohet. Kaq. Përmendë pak më herë tregun e basteve. 8 vite e gjysmë, gjykata administrative e apelit rrëzon ankimimin e Bashkimit Shoqërive për të shfuqizuar vendimin e Ministrisë së Financave, që ka caktuar MCN Networking për monitorimin e lojrave të fatit, njohur ndryshe si SQMO. Na shpjegon pak më thjesht se çfarë ka ndodhur dhe një koment mbi këtë. Që nga viti 2017 kur u bë gara për kush do bënte monitorimin e tek lojrat fatit, procedurat ligjore nuk kanë mbaruar kurrë deri ditën e njëjtë, që ishte hapi pak a shumë i fundit. Pala që humbi, që ishte një konsorcium, një bashkim operatorësh me 4 anëtar, e ankimoi në gjykatën administrative të shkallës parë, e humbi po atë vit, e ankimoi fillimisht në ministri, e humbi në ministri, ankimoi në gjykatë të shkallës parë, e çoi në apel. Apeli mori pafund. Fatikisht 3135 ditë procedurë. Ishte aq e gjatë sa që në një shkresë të fund prillit 2026-s, zyra e shtypit e gjykatës administrative të apelit e ka haruar si procedurë. Kur ne i pyesim këtu nga MCNTV-ja mbi cilat procedura më të vjetra po merren, citojnë të 2018-s. Pak për të qeshur kjo, për të treguar që ishte lënë në një cep të themi dhe kishte humbur. Më shumë është e kot ta ludoj sepse nuk provohet dot asgjë, pavarësisht se edhe ata që na ndjekin që kanë interes te ky sektor e kuptojnë shumë mirë çfarë po them. Por rëndësi ka që mbarojë kaq dhe puna vazhdon përpara. U mbyll. E kuptoj. Xhevi, për të folur sa i përket kësaj për të procedurën është që personat që janë habitur nga muaji mars-prill për të penguar akoma, domethënë, duhet ta dinë që do t'i marrin me vete këta që merren akoma me presionin për procedurë të tilla. Çfarë mendon se e ka penguar formalizimin e këtij tregu? Jo është një treg që qarkullojnë miliona dhe miliona euro. Me miliarda. Miliarda. Ka një shifër sa qarkullon? 2.5 miliardë në vit. Shifrat janë pamundura për aq kohë sa tregu është në të zezë, si çdo biznes. Ka qenë i formalizuar. Kur ka qenë i formalizuar, ka qenë me deklarim a forfait. Modeli i qeverisjes Berisha 2008-s
ishte që ti deklaron sa të duash, paguesh për ambient që ke hapur. Nëse e mbani mend, ka pasur edhe një gjyq në kushtetuese në 2011 mbi një gjob që ishte taks, por në fakt ishte gjob që Bashkia e Zotit Basha donte t'i vendoste metra katror të xhamave, ca marrëzira të sajuara për të rritur buxhetin, por në fakt nuk janë tilla, se nuk janë ta zotërinj, do ta themi një herë hapta se i bim ndonjëherë edhe net media strumbullak. Ta zotërinj që kanë qenë në krye janë ca pisa e kaq. Shpikin modelet gabuara taksimi, shpikin metodologjia të ndryshme për vendosur gjoba. Gjoba që ushtrohen në fund nga Zoti Agasi. Nuk janë një ditë krah. Ajo metodologji është bazuar mbi shantazhin, mbi përdhunimin që të bën shteti i forti, mashtruesi, dallaverxhiu, kushdo qofshin. Dhe një pjesë e shoqërisë më civile, ku gjykoj jemi dhe ne të katërt, duhet të ketë e pasere forcën të ngrihet kundra kësaj gjës. Në atë kohë 2010 u ankimua dhe u fitua nga parat e tregut. Modeli 2008 që ishte i Loret Fatit ishte një model ku ti nuk ka rëndësi sa xhiro ke. Pra bar kafes te lagja i kërkohet xhiroja, edhe mbytet në gjoba, po ty kompanive milionerë nuk i kërkohet xhiroja. Po tani çfarë ndryshon atëherë? Në 2015 në qeveria Rama futi një model të ri, që për të qenë korrekt me historikun e nisi pak dhe Zoti Berisha në 2011, por nuk u vazhdua. Ka një ndryshim ligjor 2010 ku tentohet të futet logjika e matjes të ardhurave dhe të bastave dhe të tërësitleve të fatit. U bën 2015, u bllokuan 2018 për shkak se basat u mbyllën, do hapet tani. Nuk ka të bëjë shumë me xhiron, atë që nisëm këtë arsyetim, se xhira nxirret dhe ose le të themi kornizohet më poshtë, nga më ulët dhe nga më lart me metoda makroekonomike, pak a shumë, duke krahasuar me Italinë Greqinë, duke krahasuar me shifra më parë deklaruara nga studimet që janë bërë të palëve treta, ka një studim 2010-2011 nga një studie huaj që u morë për nga Zoti Berisha, ka histori gjatë. Edhe mendohet që sot është diku te 2,5 miliardë euro totali i vlerës basteve të vëna. Nuk korespondon me totalin e lekut xhiruar, çakulluar. Është pak më ndryshe, por është një shifër e madhe. Por nuk është, mendoj unë, se lufta është bërë shumë për të treg, se për faktin që ke aktorë që duan të rinë në zezë, ke një cërë aktorë që janë më normal duhet kanë në të bardhë, pra të ligjerohen. Dhe lufta është te ky proces. Si e shpjegon këtë luftë midis aktorëve po? Dhe procesi monitorimit ka një rol në të, pavarësisht është roli fryrë, se unë jam e personi dhe e di shumë mirë dhe mënyrën se kanë lexuar. Dakor, dhe daljet e mia të 2 muaj kanë ardhur si rrethojë e këtij procesi të gjatë. Që nga dita e parë, pavarësisht se jam i qartë që i pjesë e mirë publikut akoma se kupton, se kupton as kolegët të një pjesë të qartë historinë dhe unë e kam pamundur ta shpjegoj të tërën detaje për shumë e shumë rrethana. Por jam përpjekur në çdo dalje të jem për aq sa thuhet, a ka mundësi 99% i sakt? Shpresoj të kem dalë, ndoshta ndonjëherë mund të kem edhe çeduar në argumentime apo në mënyrën si lidhen fjalit. Tani, lufta ka qenë thjesht një luftë pushteti, nuk është një luftë e vlerës lekut. Lekun pa ta aktor do ndajmë prap. Tregu ai do jetë. Nëse nuk vinë 2, 3, 4 aktor të huaj të rinë nga fillimi, nëse nuk vinë 2, 3, 4 aktor të huaj, si të thuash në Zvërnec, do vinë një kompani e huaj apo jo? Kemi që nga koha Zotit Nano që pritet Club Medi. E të gjevi qesë, thot, si e lidhi këtu, më erdhi, taksirati im. Që nga koha Club Medit, që presim të vi një biznesmen i madh i huaj, të ëndat e shqiptarëve që nga Aidin Sedia, e gropa e famshme, presim gjithmonë një kalorës të bardhë të vi, po këta aktor do jenë në treg sebi. Ta që bëjnë të biznes. Dakor, por ideja është që shteti thot, unë dua të ligjërohem. Po pse ka përplasje nëse do të jenë? Po sepse një pjesë e tyre se kuptojnë të gjën dhe gjithë. Se përpiqet krijohet ideja se kur do vi një huaj i rëndësishëm i madh që do na ndërtojë, do na... Kjo është ideja. Unë gjykoj që i huaj do ishte mi pritur për të vinte realisht. Më në rastin e tregut bankar, në rastin e tregut sigurimeve, në rastin të tregjeve. Nëse i huaj vjen dhe sjell metodologji, rasti hotele me pesyje është i tillë, që është realist sektor ku ndjehet dora, mos ta mohojmë hotelet me pesyje që ke sot, një pjesë, nuk ka rëndësi sa ato yjet janë të merituara apo jo, më bet kot ky, se në Itali po të shkosh 3 yjet është skandal, Rom, Milano janë skandal. Ti shef 3 yjet dhe është një tmerr. Dakor? Sidomos nëse ke shkel një herë te një me pesyje, është dizastër, do duket dëm mendor kur hyn ndaj me 3 yjet se zgjedh dhom me pesyje. Mos ta të rikthehemi te kjo. Do të rikthehem. Pra, evolucioni ka qenë. Mos jetë ai që është në letra, po është realitet, ndryshimi. Por, për tek kësaj, i huaj i madh nuk vjen për shumë faktor. Metodika të tregut, i huaj që bën bastet jashtë, ka tjetër treg, ka një treg stabilizuar për vitesh, ka një treg që ka tjetër mënyrë si bën koeficientët. Media këtu e bën një pjesë të sektorit, e lidh domosdoshmërisht çdo herë me krimin, çka nuk është gjë e mirë, sepse largon ca njerëz që nuk duan të lidhen me krimin. Janë grupe të mëdha ku janë prezente në 100 shtete zakonisht dhe nuk kanë interes vinë në një vend ku bëhen pjesë në lajmin e parë të mundshëm. Dhe ku me rrugë juridike ti nuk ja del kur do
as të heqësh atë lajmin, as ta kufizosh, as ta kronizosh, as ta saksosh. Që i bie trishtër kohës në një vorbull infinit të lëmshi. Atëherë thënë më mirë im larg. Zakonisht kur futen si partner. Thjesht, pra ofrojnë një element të zinxhirit industrial, ofrojnë koeficientët, ofrojnë teknologji, ofrojnë pajisje, ofrojnë cash, sensin e financimit, të dhe forme. Por, aktorët në themel do jenë shqiptarët dhe kur të huajt kanë qenë kanë punuar me operatorë shqiptarë. Dhe këta aktorë do ndajnë tregun, keqja mirë. Unë shoh më thellë. Jemi në fund. Po, për ta mbyll Meksi dhe pastaj fjalën fund tek ti. Unë gjykoj që nuk janë marrë seriozisht gjithë aktorët e tregut dëshirën nga ana e qeverisë për të legalizuar realisht të sektor. Pra e lexojnë tërkohës që ka një interes qeverisë. Unë gjykoj që është idiotësi të mendosh që ka element qeverisë që rinë dhe vrasin mendjen mjes drejt darkë çfarë bot me pasa. Nuk i plas fare. Prandaj dhe vonesat ligjore, kur kemi trajtuar tjetër, kam thënë që thjesht nuk i plas askujt pse kanë halle më të mëdha. Ekonomia shqiptare nuk bazohet tu parasisht është një sektor i rëndësishëm që bën pis i tuf element, nuk është një sektor mbi të cilin bazohet shërbimi i shtetit. Është një sektor që ekziston, ka rëndësinë e vet ato që quhen entertainment si sektor, pa pikë dyshimi, në raste siç Las Vegasi është themelor në industrinë e qytetit, por në raste të tjera nuk është themelor, nuk ka rol primar. Kështu që nuk është se ka qenë objektivi askujt mendoj unë me të fokus. Aktorët në teren e lexojnë me këtë lloj paniku, që tërkohës do na vi dikush i madh, do na haj tortën, që s'ka për të ndodhur në optikën time. Dhe kjo gjë ka gjeneruar shumë presione, shumë lufta, deri te Entja, shpresoj një pjesë të jenë qetësuar dhe unë këtu heq për moment. Po që do të jemi sërish për të folur për këtë. Tjetër herë po. Për ta mbyllur. Unë kam informacione edhe nga ajo kohë që thot Meksi, kur edhe pse isha rregulluar deri diku, pra që thot për vitet 2008-9 kështu, një ish deputet, po të mdhej i majt, paguante te pushteti e saj kohe, i para 2010-ës po them, diku afër stadiumit Dinamo, e ka pas atë, paguante 50.000 euro çdo datë një taks nga këto lojët e fatit, në bakshish, rishfet. Dhe si përfundim them që bërja shtet, mbi të gjitha do të thotë formalizimi i ekonomisë. Dhe tek formalizimi i ekonomisë kemi parë se si rriten parametrat edhe militar, po dhe parametrat e policeske tjerë. Këtu lojët e fatit, Endri e tha moroz, lojët e fatit janë duart e kriminalëve, edhe i qëndroi kësaj fort, dhe po bëjmë një krim i fuqishëm. Pushtetarët tanë, jo që e kanë mundin aty, se është gati 25% e GDP-së. Kur bëhet fjalë për 0.5% GDP-e, leku kalon 1, 2, 3, janë sy dhe veshët atje për të rritur GDP-n. Të detyrë kanë këta. Të formalizojnë ekonominë dhe të arrisin GDP-n. Për 25% GDP-së, për këto miliarda, që nuk dihet, që shkojnë duhet të tyre, ne atëherë duhet të eci mandë kësaj. Pushteti paras është shumë i fortë. Jo do jenë këta, unë kam tjetër vizion. Duhet kemi një certifikim të personave në raport me krimin, për të marrë pjesë në bizneset tilla apo jo. Do ta bisedojmë një herë tjetër. Jemi në limitet e kohës. Në kuadrin e bërë shtet, fakti që ne kemi 25% të një fondi që është jashtë GDP-s, po që krahasuar me GDP-n tonë 8.4 miliardë, këto janë 2.5, janë më shumë se 25% për mua, i kemi jashtë, i kemi të pa formalizuar, tregon që ne akoma nuk kemi shtet aty ku duhet. Faleminderit që ju kisha në studio. Faleminderit. Gjemi faleminderit. Do të Meksi faleminderit që ju kisha në studio. Zotërinj, ishim së bashku në këtë hapësirë, pas pak do të jeni edicionin e lajmeve. Faleminderit.